ilaha illallah. Sikur se është edhe kushti i parë i kësaj fjale, dituria, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dije, do të me ditë mas pari, me ditë kuptimin e kësaj fjale, me ditë kushtin e kësaj fjale, me ditë atë që po e mohan për mes kësaj fjale, dhe me ditë atë që po e pohan për mes kësaj fjale. Nëse kjo fjali ka dy deg, apo e ka mohimin, dhe e ka pohimin, apo kur thush la ilaha, çka e të mohuti me këtë? Krej që ka kom bua, ti të thonë kur gjëzyni. A i të di që ka i të thonë ti? Krej që ka kom bua, ti të thonë ju kur gjëzdini. Krej që ka kom bua, ti të thonë ju kur gjësmunini. Krej që ka kom bua, që ka shijet, a që ka nuk shijet. Ti të thonë me la ilahe, i të thonë që ju kur gjësjeni apëta. E kush ka pra? Kush po di ka? Kush ka i forti pra? Kush i pas ka ketë ndorë? Illa Allah. Ketë që ka ke mu për tjere, ti kur gjëski. Që më s'ka më të në dhe kur gjëski. As një cent se kia. Kur gjëski ti. As në varna për teje, as ki pushtet, pas para së më bënë, miliona ushtarë në paqë, se kur gjëski. La ilahe që ka i bjenë. Ti kur gjëzdin, që më gjithë i kom shku 20 libra, i kom shku 500 libra, kur gjëzdin ti. Kur gjë. Aso në asti, la ilahe, që kjo është. Krejt ti më hanë. E kush pra po dika? Illa Allah. E kush pra po vendoska? Illa Allah. E kush pra ko ka meritur me gjyku? Illa Allah. A e din këtë punë? Nëse dikush me di, ja, po që shto se më hi, Allah, që shto se ku... Më ka dhuni dhe marveshni, Allah, se i tu e shkel dit për dit. A e din që ka po shkel? A e din që ka keni shkru, Allah? A ne du certifikim, Allah. Sot njerës kanë bo shkolla për jetë bashkërtore. Apo? Dështimi hatashëm jetë bashkërtore. Zdin me konë burë, zdin me konë gru. Zdin. Apo? Hala me të fëminis jetë bashkërtore. Hala nuk i bartim përgjësi që është duhet. Ka dalë se nuk je mu a i marsh li kahëve. Kër kanë se kam, ka dalë të shje burë. Apo të shki familja. Hala i rëdhën me ondrat e të kalume. Që është dhe gruja? Apo? Andaj? Kam bo shkolla ku certifikuajnë qiset bashkërtore. E krynë atë kursin, e ti banë me lip tash. Në vjellë, jo, pret ti se ti si e përborë, pret pak nërë. Certifikim, apo, se duhet pret bashkërtore dhe mu certifiku. Jo ishë për qika qapëtën. Po, me shku dikujt, me jam prëndu mallin, apo agent i certifikuar atën. Apo, ka kry shkollë, kjo, den mi ashit mallin dikujt. Zdin, mëse ti mush me bërë kundër në kësaj. Dikush edhe me dashur me blesë se blen për teje, mëse neve. Apo, do të me konë agent i certifikuar. Pa, as do të me konë musliman i certifikuar, Allah, apo? Pse kejt do të me konë të certifikuar, me kalun diçka, veç musliman për me ka me konë qysh dhe koft. Apo, he, s'ka certifikim. Mjaftën me pos emrin musliman, që kjo është dëshmija. Mjaftën me pos babën musliman, nuk certifikuat njëri kështu, Allah. Njërë me pas babën profesor doktor, apo, po du me shku në shkollë. S'ka qare, nuk është grada e babës ti certifikim për te, në asë një rast. E pse si musliman për kaka? Apo si musliman, po bëjka me po, baba i ti me certifiku kejt kabilen. Apo, krejt, me diplom tem kejt hinin pun. Ku ka kështu, apo? E ku ka pra me diplom tem kejt hinin gjennet? S'ka kështu kurkun, veç iblisi që tu i ka martu njështë, kurkun këtë rahatin, atë i thëtë, me diplom ti s'ka, bërë kërëzot shkire, falc, e qysh me diplom të hagjis, apo falc dhe me hinë gjeneta, falc e ka bojë diplom, që ka ndru emna, dhe diplom, s'ka në Allah. Andaj kërkuj musliman dhe certifikuar, apo me dije, e din qka ka thonë, e din qka ka pranu, e din. E dije në kupton, a e din qka ke mohu, Allah, e din. A din ku ti ka thonë të zdin, a e din. Po e di unë, a e din. A e din kujna i ke thonë, sa fuqive në botë i ke thonë, s'keni qka me mbo. A e din, ta është jetu sfidu, ka dalë, se ata tani të bojnë, e tani, qka bënë ti? Kredu i ke thonë, tonë bashkë bëhuni, s'keni qka me mbo, kur gjeq. Pse unë e kohën, illa Allah. A e din që ke thonë që shtë? Ka dalë tash? Andaj, certifikim me dije. E di që akëm thonë ato. I thurve, a e din që e ke thonë Allah? A e din që e ke thonë?
Wallahi, nalu thuhet, a din çka ke thonë o gu, a din çka ke thonë? O zamër, a din çka ke pranu? Ti ke pranu diçka që qiellet toka s'u ne bojnë. Mi aqit la ilaha illallah qiellet dërzohet. A din këtë fjalë? Se banë Allah, nuk e banë. Qa që është e ronë? Se, a i ka thonë Musa, Allahu të zogjenë, o Zot, mësa ma një fjallë, po? Që kur kush pe kreseve nuk lutë veç o napëtë. Ka thonë një dua speciale, që Allahu Gjellewala me e vequ me lutje. Ka thonë thuj la ilaha illallah. Ka thonë o Zot, po, kullu khalqike je kulun e hadha. Krejt kresë të tu e shfëthojnë, një pa diqka ma special. Allah ka nuk ka Musës, nuk ka puna me të thonë me. E pse tonë e thojnë, që janë tonë të njëjta. Apo? Puna është me kuptimin e drejtë të kësaj që thuat. Andaj Allah Gjellewala i ka thonë Musës, o Musa, a din se në qofse, krejt që ka kanë qilë, posë Allahot, pej arshit e të poshtë. A mushën paramënus sa është e madhe, s'munësh, e di, se s'kena mundësina. Përfundon limiti i arsyes tonë dhe mendjes tonë, apo për ta kuptuar sa është qielli, e sa është arshi, sa është kursia. Mirë po, Allahu ka thënë, krejt mu vendos me njën të peshues. Edhe krejt që ka kanë tokë, edhe toka, bashkë me krejt njerëz dhe me krejt që ka kanë mu vendos me një anë të peshues. Edhe me një anë të të la ilaha illallah, do të vend të marrën la ilaha illallah. Fjala, dëshmia e Allahut është e rëndë. Jo dëshmia jonë. Se e jonë është e lehtë. Apo që ta fatkeqësisht musliman dëshmon që është la ilaha illallah, edhe tani ran. Subhanallah, as po të vjen ran çaj fjalë la ilaha illallah që çu s'po më mashtru Allah, çu më rrajt. Kur ti je dëshmitar, i një dëshmie më të madhe që e ka njoft njerëzimin ndonjëherë. Çish bëhet kjo punë? Ai fol me vetën e vet çështo bën mohabet, nalet e thot. Apo unë po them, unë po bëj, unë. Andaj kjo është pjesë e kësaj dëshmie. Kjo është nivel që duhet me kalu njëri. Pak si bisedash të brendshme, pak si përkujtime, apo pak si goditje. Përmes dijes që kemi fituar nga fjala la ilaha illallah, po la mund të certifikuar ç'është duhet apo. Problemi është